Bexhet Pacolli ka reaguar rreth zhvillimeve më të fundit në aeroportin e Vlorës. Pacolli ka theksuar se ajo që po ndodh në Vlorë është një terrorizëm i grupeve kriminale ndaj pronarit të 98% të kuotave që sipas tij është MAPCO. Ai ia shpreson gjuhën ndaj Valon Lukës duke e cilësuar si mashtrues dhe tradhtar të besimit të dhënë. Kjo që po ndodh në Vlorë, ky terrorizëm i grupeve kriminale ndaj punonjësve të investitorit të vetëm MAPCO, i cili është i ekspozuar me mbi 300 milion euro në Vlorë, i inkurajuar me vendime gjyqësore të përkohshme, jo ligjore dhe jo kushtetuese, e ka zanafillën te veprimet e pamoralshme, të dënueshme, mashtruese dhe tradhtare të Valon Lukës. Ai erdhi në grupin e MAPTEX, kaloi nëpër shumë funksione, u pasurua dhe në fund pas 18 vitesh tregoi fytyrën e tij të vërtet dhe tradhtoi besimin që ja kishim dhënë. Siç po e shihni prej 9 muajsh, jemi duke u përballur çdo ditë me trauma marramendse, në kërkim të së drejtës dhe në përpjekje për të evituar më të keqen. Tani po të drejtohem ty, a nuk është e mjaftueshme paga prej 30.000 eurosh, me të gjitha të mirat dhe mirëkuptimin që kishe, por futet duart edhe në tjetërsimin e pronës që nuk ishte jotja. Si mundet të shesësh pronën e huaj? Kusht është ju ta bësh këtë? E bëre për një përqindje, ashtu siç të kishte premtuar partneri yt në këtë vepër kriminale. Nëse do ta kryenit me sukses këtë akt të shëmtuar, ai falsifikonte dokumente, vula dhe çdo gjë tjetër. Pse para se të kryente këtë akt të shëmtuar, nuk erdhe të kërkoje ndihmë, si herët e tjera? Ndoshta do të kisha ndihmuar, se e mbajte këtë akt të fshehur për më shumë se 5 muaj, derisa rastësisht e zbuluam. Pse unë nuk kisha bërë asnjë hulumtim, sepse kisha besim tek ti. Ti përbuze të gjitha, përbuze bujarin dhe shtëpinë time, mos harro se drejtësia, herët avon vjen si rufeja.